Edhe në zonat të mbrojtura të qarkut të Shkodrës, vizitat turistike gjatë kësaj periudhe janë shtuar ndjeshëm dhe pritet një rritje prej të paktën 10% sipas drejtuesve të administratës së këtyre zonave. Kemi një trend rritje në krahasim me vitet e kaluar, mund të themi se shifrat tregojnë se rritja e numrit turistëve kryesisht në Alpe, po kudo në zonat e mbrojtura si liçenin e Shkodrës, si në Vilipoj apo në parkun kombëtar të Alpeve, kemi mbi 10% rritje në krahasim me vitet e kaluara. Ki e fal një mirë menaxhimit, si dhe një reklamimi shumë të mirë që është bërë në arenën ndërkombëtare dhe në gazetat prestigjioze që kanë reklamuar bukuritë dhe Alpet shqiptare. Dardha thotë se në Theth qendra e informacionit funksionon rregullisht, ndërsa në Kelmend është angazhuar personel vendas për të informuar turistët deri në hapjen e qendrës së informacionit në Lëpush. Shtigjet që përshkojnë Alpet janë kryesisht të identifikuara, por sfidë kryesore mbeten ndërgjegjësimi i turistëve për rëndësinë e përdorimit të guidave vendase. Se agjenci turistike, se nuk mund të themi vetëm për turistët, të kenë parasysh që të marrin guida vendasa për të bërë eksplorimin e natyrës kudo në Alpe. Sepse mjaft turistë aventurës, dëshira e tyre kryesore është që të eksplorojnë natyrën të vetëm, por kjo gjithmonë shpas rreziqe dhe këto vitet e fundit na kanë treguar se kanë pasur mjaft incidente. Megjithatë, në mbledhjen e komitetit që kemi pasur të menaxhimit turizmit, si edhe të rreziqeve për këtë vit në ndërtimin e prefekturës, janë kërkuar dhe të merren gjitha masat që të jepet informacionin e nevojshëm si nga bashkitë apo nga zonat e mbrojtura dhe të kemi një gatishmëri sa më të madhe që të kemi sa më pak incidente në Alpet shqiptare. Dardha këmbëgul në këtë pikë pasi gjatë viteve të kaluara nuk kanë munguar raste tragjike në këto udhëtime, vetëm sepse turistët kanë lëvizur të pashoqëruar. Në të gjithë territorin e Alpeve shqiptare kemi mjaft guida vendasa të cilët të bëjnë shoqërimin e turistëve në të dy anët, si nga pjesa e Valbonës si nga ana e Thethit. Po tani më e dim se shtegu Theth-Valbona është një ndër shtigjet më të vizituar në gjithë Ballkanin, vetëm në rajonin e Shqipërisë, dhe dua të them se jo vetëm në këtë shteg mund të kemi incidente, por kryesisht njerëzit janë që e lanë rrugën e shtegut dhe fillojnë të eksplorojnë natyrën në dy krahat e saj, të cilat janë rrugë pa kalim dhe janë mjaft rrezikshme. Kështu si këshilla jonë është që gjitha shtigjet që bëjnë, të jenë e para të shikojnë nëse ka destinacion mbrrit shtegu, dhe pse le shkallën e vështirësisë që ka. Dhe për këtë arsye në të zyrën informacionit japin informacioni dur duke parashikuar shkallën e vështirësisë si ka shtegu, gjatësinë si ka, destinacionin mbritës dhe devijimet të cilat mund të hasin gjatë shtegut. Sa i përket masave për ndërhyrje të shpejta në rast të rreziku për turistët në Alpe, Dardha shpjegon se shërbimet e policisë në këtë zona së bashku me rojet mjedisore njoftojnë menjëherë dhe sipas rastit qëndrojnë në gatishmëri edhe helikopterët për të ndërhyrë sa më shpejt në ndihmë të turistëve që mund të ndihen në vështirësi.